se para sa me shku në organizot, unë për veti kam mendu shumë herë edhe t'i bajnë kesë dhe vetës. Po fol psikologës, ndihmës që më kanë dhënë këta, unë sa jam këtu. Po ndërku, duke marrë pjesë në për seanca, vishëm çdo ditë, visha të morë vetën. E nisha vetën për çdo ditë ma përkras, për çdo ditë pak ma i shlirum. Dhe mas disa vite, tash nesëm me marrë pjesë edhe në për seanca grupore me të mbijetum tjerë. Dhe nisa çdo herë edhe me marrë forcë ma shumë. Po forca shumë e madhe është kur i kum tregu bashkëshortes mas pari. Se para se me i tregu bashkëshortes, se të na mbijetumit, sidomos mbrëmja, është shumë e vështirë. Se mbrëmje të vjeni si ngulfati. Besa i kisha gjysë natës për shtëpia, dilsha, kohesha, shfrymsha dhe u kthesha për sërinë. Dhe kur i kom tregu bashkëshortes, mu hjek e heka edhe një borë bukur tranë. Lajmëruar në për organizata dhe me marrë ndihmë psikologjike dhe me bon padi në për organet e drejtësisë, se kjo është ma e... Une për vetit orta me shtu dhe diçka që une me pej 14 prillit kur kam dollë, kam folë publikisht, janë lemruna për organizata dhe 4 persona tjerë. Se une ju bëj thirrje apet, çdo i mbjetuni. Nuk i tham se më një herë më i tregu familjes, po mas pari enën në për organizata, kërkoni ndihmë me psikolog edhe keni me te kalu. Një plagë pa dukshme, unë e di se si është rritësh në hijen e horore të tmerrit që prek ende çdo pjesë të jetës. Një përkujtim se trauma nuk ndalon me një gjenerat, por rrjedh, zgjerohet dhe gjen mënyra të reja për të jetuar brenda të gjithë neve. Unë kam pa nanën time duke u mundu që të mbjetoj për çdo ditë, jo vetëm për ato se çka ka ndodhur gjatë luftës, por nga stigma, heshtja e shoqërisë dhe mungesa e drejtësisë. Nga mungesa nga e zërit, unë e bëra pyetje dhe kështu mbetesha edhe pa gjumë me nevojën për t'i dhënë. Intervenimi në kohë është më së domosdoshëm. Kur flasim për intervenimin, flasim mas pari për kushte e sigurisë dhe besimit, e më pastaj flasim për rimëkëmbjen emocionale, shëndetësore, ligjore, e dejtë e njohja dhe reparacioni, e më pastaj edhe drejtësia. Pa dyshim që ndër këto vite, për te që kemi arrit me punu me mira, gra edhe bura, na vje mirë që në mesin e 20.000 grave dhe burave, që ende disa prej tyre janë në heshtje, ende disa prej tyre rinë
me dilemat e tyre, a duhet të flasin apo s'duhet të flasin, a kanë frikë që mund të paragjykohen qoftë nga anëtarët e ngushtë familjes apo të kenë edhe pasoja, por edhe komuniteti ku jetojnë. I kemi 3 figura emblematike, figura që tani kanë kaluar kufit e Kosovës. Dhe kur kam filluar të shkruaj artikujt e mi, kam prezentuar përvojat kosovare për Ukrajinën dhe për publikun e huaj. Në Ukrajinë normalisht situata dallon, është ndryshe, sipas prokurorëve, zyrës kryesore të prokurorëve 340 parafërsisht Ukrajinë nas kanë raportuar dhunë seksuale kundër tyre gjatë luftës mes Rusisë dhe Ukrajinës, por normalisht ky shifër është